E gjithë kjo ngarkesë, gjithë kjo kërkesë, gjithë kjo pritshmëri si reflektohet sot tek ju? Po më varet veçanërisht prej individit apo studentit, do të kisha me thënë, ka mjaft studentë që këtë presion e ushtrojnë në mënyrë pozitive, kjo ndikon pozitivisht. Para të shumë e rëndësishme varësisht prej studentit, sepse ne gjithmonë e themi presioni krijohet, diamantat krijohen në presion të madh. Edhe ndoshta do të kisha reflektuar pozitivisht mbi këtë çështje për në mënyrë optimiste që ky presion të sjellë rezultate të mira dhe pozitive për studentët. Po flasim që kërkohet shumë, por gjithsesi jep sistemi apo përgjithësi bota mbrapsht aq sa duhet tek studentët? Padyshim që kërkohet shumë dhe kjo kërkesë e shumët unë e shoh si pozitive, për arsye që do të krijohen rezultate të mira. Çështja tjetër është pastaj se a ofrohet aq sa kërkohet. Nuk do të kisha më thonë se shteti në të cilin jetojmë ndoshta është më i keqi, por në krahasim me vendet më të zhvilluara të botës, jemi të informuar se ndoshta nuk e zë edhe vendet e para. Ndoshta kjo është arsyeja pse dhe fatkeqësisht studentët janë të pamotivuar për të zhvilluar studimet pas arsimit të mesëm. Edhe është negative për arsye që ata nuk kanë mundësi punësimi dhe kjo është një gjë themelore si rezultat i asaj që kërkohet shumë punës së palodhshme të studentëve.